Ministrja e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, profesore Visala, gjatë një takimi me prindër të fëmijëve me aftësi të kufizuara në qendrën e shërbimeve komunitare të integruara në Prush, bëri të ditur se qeveria ka miratuar fondet për zbatimin e 2 masave të reja në mbështetje të kësaj kategorie. Sipas saj, me aktin normativ nr. 2 të datës 30 qershor 2026, nga një korriku dyfishohet pagesa mujore për 11 fëmijë me aftësi të kufizuara, ndërsa për 14.000 ndihmës personal do të njihen kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore. Sala theksoi se për herë të parë kjo mbështetje do të shtrihet për të gjithë ndihmësit personal pa dallim diagnoze apo moshe të personit që marrin në kujdes, duke garantuar trajtim të barabartë dhe më shumë siguri sociale për familjet. Është një qendër bashkëkohore dhe e cilësisë ashtu siç duhet të jetë për një vend si vendi ynë që është drejt rrugës të hyrjes në Komunitetin Evropian, ku do ofrohen trajtime për kujdestari dhe trajtime të specializuara dhe të individualizuara. Kjo është shumë e rëndësishme sepse të rinjtë tanë, fëmijët tanë kanë nevojë për trajtim të specializuar dhe të individualizuar. Kam gjithashtu shumë e kënaqur që u miratua akti normativ ku nëpërmjet këtij akti u dyfishua pagesa për 11.000 fëmijë me aftësi të kufizuar. Për herë të parë nëpërmjet këtij akti normativ njihen kontributet shoqërore dhe shëndetësore për 14.000 kujdestar prindër, për ata që janë herojtë e fshehtë për mua që i kanë kushtuar jetën, dashurinë, energjinë këtyre fëmijëve dhe të rinjve. Dhe kjo është pak në fakt, por është fillimi i diçkaje. Ju besoj e keni ndjerë mbështetjen tonë si Ministri i Shëndetësisë, por gjithashtu në mbështetjen time personale për të ecur përpara me të gjitha këto projekte që ne kemi nisur. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, këto masa financohen nga rritja me 8.9 miliard lekë e buxhetit të vitit 2026 me synimin për zgjerimin e mbështetjes sociale, investime në shërbimet publike dhe vijimin e politikës së rritjes së pagave në sistemin shëndetësor.